është ora pak para 12 natës, veç sa më shkujti një person një mesazh që për herë të parë ka marrë payout, më këtësaj dojë tash, pasi që është bërë fonde pas vite kështu me radhë, po shkoj për e telefonat, pa ditë, pa kur gja, ju betona në dhe. Po të që e kalove? Ej bro, po më dëgjon? Po, jam të të njës, alas jam shpinë, është anim pak zhurë ma e kështon. Që të kam Po ndoket edhe zonit pas ka ndryshua. Oh, I swear, pak ma i këthio, da? Po duket. Duket pak. Si e mirë, e do. Mirë, bro, mirë. Bro, Wow, shumë shkurt edhe shumë shpejt, ka zot, çka je tu ndje qëtash? I swear, nuk e di, do me thonë, krejt imune, krejt që kam pasë, më duket like, yo, for real. A shet që gjithë shka është e mundur, A bashkë. kuptan, do me thonë, e më në ke njërë, thanks si nuk jam dërzu, a kuptan që me, nuk e di. Po, është moment që fjallet nuk besoj që mujnë me përshkru bashkë qështu. I swear se di, bro, nuk di që me thonë, të herë më vjen dhe, oh, thanks God, like, sis, nuk jam tregu dam, you know, like, në vëndër heqë, se di qa për i kësaj, du me thonë. Sakt. Unë të uroj shumë sukses, të uroj shumë që këto që ti ke marrë, ti hargjosh mënyrën më të mirë të mundshme, me familje, me sene, me ketë. I know, bro, I know, I swear to God, like, oh my God, bro, this is like, oh my God. Jo, ala si këtë të regu vënd, për nuk e di tash, thumë mi të regu, yeah, I got it, ose mi po t'i qaj lërat, mi thot, yeah, look, I did it. Po, zakonisht na kemi antarë në familje që nuk na besojnë fillim a ne, po është esenca që kur kena mbështetje duhun, besoj kur kena mësime ashtu që duhet, besoj që apeshe edhe me aplikimin e ty në gjithë shka është e mundur. Bro, jam shumë super i lumtur për ty, po duket që puna që e kena bo bashk edhe kohët më herët që i ke kalu, që tash veç se po fillon ajo drita në fund tunelit. Yeah, bro, do me thonë, a më në atë ku si thoshem, a ma sigurën nuk e di të me thonë, a funksionon kjo punë, jo. Qka? Kanë janë, bro, kanë janë bëllave s'kam pas pat me ne me vedin, se kanë marrë shumë kohë njërës pa vlerë, adin. Do me thonë, edin edhe vetë si ta kam shpjegu, a kuptoj? E kuptoj. Let's go, unë jam të e po që te edhe të folmen e ki ndryshe, është një pi momenteve që ty tash të hopët aj horizonti jotë që ti hej, do me thonë gjithë shka është e mundur prej një logikës, prej do klikimit butona, mund është me bo një living, sidomos ti që je në Amerikë, do me thonë është diçka që është tepër shumë, një ndjenjë që nuk mundet më përshku thjesht, unë të falenderoj shumë. I swear to God, dita me thonë, bro, unë ty të falenderoj herë ty për mentorimin, atë, parësisht hala se kena kompletu, por... Yeah. I swear to God, like, yo, njësia, bro, është... Yeah, bro, të kuptoj. Bro, you know what, like... E kuptoj, bro, është e papërshushma, ma apeshe që është e mundur, për që të arsye na punujmë, për që të arsye edhe emrin e kena se njësoj ka ndodhë me neve fillimisht, e tash faleminderit Zotit që po na mundson edhe me tjerë që me provu senin e njëjtë. Unë të falenderoj tepër shumë, edhe të uroj shumë sukses, edhe hej, veç sa e kena nis tash veç sa e kena nis. Yeah, veç e kena nis. Yeah, bro, let's go. Unë shpresoj që është ajo. Bro, tana mirë, ty thank you. Inshallah, I vazhdimi mirë, po mirë i morë. Ma i morë, s'ka ka shkat po. Kollë ma mirë, po jena mirë. Yeah, bro, yeah. Edhe do Zoti veç kishnet e të mira me familje, edhe me vazhdu për para. Shko thuj, vlajt, që m'ke thonë që s'ka besu, shko thuj, this is it. Yo, direct, bro, like, yo, I swear to God, like, yo, se di si mi a thonë, a kuptan, pak emociona, se di, normal, veç a tregon faktin edhe je okej. Që jem kismet, bro. Okay, don't worry. Okay, thank you so much. Okay, bro, congratulations again. Thank you, bro, thank you. Thank you, have a nice one. Okay. Bye. Ciao. Ciao.
është ora që gati të po 12, para meneje une me çfarë ndjenje bi flajtash. Veç a nishi zonën e ti, a nishi mënyrën, nuk di ke me fol prej mirësisë që ka ta bën kjo që ora 12. Prej mirësisë që kjo ta mundson. Është e mundur. Po, a jeni ju të gatshëm me bë hapin e dur në IPO? Çfarë dite sot? Dita e martë. Edhe një ditë e mirë, pak për ndjej lodhjen, amo lodhje për punë të mira ose për diçka të mira, mirë se vjen. Pa o lodh, e dikush lodhët ndryshe, dikush psiqikisht, dikush fizikisht, esenca është që mundi do zoti madha shpërblehet. Për ndryshe, qa ka trej sot? Ajo në kalu do akonte. A kena trektu pjesën më të lartë të ditës edhe momentalisht të javës. Halo jena të majt një trektim, në për do akonta kena majt, në për një e kem halo që për bëj qështu, që jo mos me po këto që i kulmit nalt, edhe aty të shkollë të bodrumit. Edhe kjo këtë është në lajmërume në grupë. Hajde t'ju kalzoj. Kesh t'ju tregu pi telefonit, po ma mirë të veni. High of the day edhe aktualisht high of the week në EU. Qëre? Live trade, hajde shkojmë të kalzojmë pak për këto. Jena pjesën komplet të javës, që kjo është dita e hënë, e martë, e mërkura, e të premte, edhe në ditën e martë, që qëto, që kjo ka më konë komplet price action që sa jave, ditën e martë që ka ndohë. është marë poshtë, ka shku nalt, është kompletu 4 orë candles, për e quj qështo. Kur është marë nalt, është kompletu 4 orë që na ta që shofim, është marë daily high. Edhe të na komplet anën tjetër. Qëto ta mundëson sistemi jonë. Qësha ka ndodhë në ditën e sotit, qëtojnë të po 1 orë qartin, 4 orë edhe dailyn krejta për me njëherë, okej? Që me abo një spjegim në kejta në njërën më të mirë të mundshme. Qëto është 1 orë qartë, që 4 orë, jena konë brenda një range të 4 orëshit, apëshini, me inside candles dhe është marë në anën e poshtme. Qëto, ku është marë në anën e poshtme 4 orë, qështu duket në 1 orë. Okej? Qështu duket në 1 orë, koha ka qenë caktuar edhe qështu në 2:30 ka pas një lajm, u ka njëna pe profileve tona ditore që na e mësojmë, do të thonë AMD by day daily profile, edhe ka ndodhur që të poshtë, pastaj kur merret një anë e likuiditetit, targetohet pjesa tjetër. Kur është kompletu kjo, bum, me një mënyrë, me një orë caktuar, e kështu me radhë, normal na jena kon pa u marrë kjo, jena kon brenda ditës së hanë. Do të thonë ka tregtu çmimi çito. Që kjo është daily candles, do të thonë e hanja e martja. Çito 4 orësha, derisa ka shku çtu nalt që na kena hin tregtim, ju në konë për brenda. Tash, këtu ka tregtu brenda ditës në moment që është kompletu 4 orë si arti. Dhe, kur është në moment që është kompletu 4 orë si arti, këtu lartë, po ashtu është marë daily high, që nëse po e marim qëtë pjesë qëto që e ku mohën e turtle soup, edhe po e vazhdojnë qëtë anë, fokuson në qëto, jo këto, të qëto dyja, këshore 1 orë që shduket që e ka marë, edhe këshore në ditë që shduket që e ka marë. Që i bjen, për që të arsione i ndoj charting shto, vedin, i bjen, dita e martë e ka marë likuiditetin të ditës së hanë. Ti nalt, breakout traders trapped, këto pas një pjese të konsolidimit e kemi pjesën e expansion, është marrë likuiditeti që aty nalt është pjesa ku na kemi tregtim. Logjik, super e pastër, super e mirë, super profitabile. Nëse shkojna me 1 minut time frame në EURUSD, që kështu në entrin tonë, që është bo, pasi që është marrë likuiditeti. Editor në balance price range, këto në BPR, në moment që është bo, ding entry. Tash, a shini që të lëvizjet e poshtë. Pse, që kjo është OTA, ku friksohen shumica, edhe prap ka vazhdu shkallë në anën e poshtme.
Adin se është të zbrit për ndërtesës, për Burj Khalifës, ta shina të mrita ato që janë e marat e ane e këni. Që kjo është një high of the day, që është të që shepat ekzekutimin, do më thonë është në komplet qëtë ditë, ku ka trektu shmimi, pas në alti, që aty na kena një salë, kena shkute poshtë, që kjo është pjesa ma e në alti ditës. Edhe që kjo, sot u konë protected. Për dikon që prap nuk peson është ora 8 i 10, nëse muni me pove që javë qëtë prap, edhe është 10 shkurt. Sot është ditë e martë që kjo ka ndodhë edhe është të ndodhë. Ka da se telefonin për balë, u hupa nuk e shisha telefonin, po s'ka problem. Edhe me jena shumë qetë se na kena kry punën, ta është du të me lonë, kjo me kry. Ti e ki analizën njërë logikën entrin. Targetin që ka bënë qmimin mes. Kur jemi pashtu që dita e sot me që thamë, e kemi të tregtit fituse ditën ku e kemi nisë në ora 11:57 me një prej antarëve tonë dashën, ka zonë 1:14, ku shihet me entri me të gjitha. Joni, mentori jonë, shisha ka bo sot. Veç sot që ka bo këshore, do me thonë qartën e EURUSD-s, para se me e marë e martja në lartë, e ka pas pjesën më të nalë ditës hanë, këshore, dhe ka majtë këtu poshtë. Kur e morë qaj 4 orë poshtë, pshet du të me ditë edhe kur me i edhe kur me dalë. Ka dalë këtu e ka përfundu që tregtim. Pi djetë që ka qenë duke e mbajtë. Edhe tash, nëse shkoj më poshtë, që kemi edhe tjera tregti, shikoje ku ka hy prap më snalti, qëto nuk e di që pas ka bu në ashtë pa i 2-3 herë. Prap këtu, shihe, EURUSD, do me thonë, kur është marë, lartë kur është marë, okej? Edhe tjetëri njësoj, kapiterik pashës ju ka ndollë break-even, që kjo është OT edhe ka vazhdu poshtë, edhe kjo, për një këto kingin, këto do me thonë e kom bo në për akontet ndryshme, këto i kom dërgu ato të cilat i kemi në për akontet të ndryshme, ku njën e përdurmi për skav, kur disa tjeri kemi mbyll, disa jemi të kemi mbajt, e kështu me radhë, se sistemi ju në ta mundëson në cilën do mënyrë që ti donë, me trektu, me bo ndesh intraday, ndesh scalper, ndesh day trader, ndesh swing, ndesh position trader, qysh do një. Edhe këto që e kom dërgu qëre, i njejtën pozit që e kom dërgu të e mboj që tash është vetëse, ka poshtë. Antarëve e keni ma qysh e pato dhe telefonatën në fillim, që është bo që ka bo të parën, edhe qysh tam sot joni me një trektim që e ka mbyll dhe ka bo edhe akante tjera. Janë kalu, do me thonë. Ashtu qysh na edhe kemi thonë, fillimi vitit, e përfundojmë pjesën që na duhet, edhe mbushët kapitali. Kada. Mas ne, pjesa tjetër e vitit, sot NFP-ja është ora 2:05 minuta, që tash veç se jena gati për me hy pak live, që jo keni me po, hymi live për me po qka qysh tek pretendojmë edhe mundët me na ndodhë neve, me bosi në loj spjegimi bashkë me grupin, që e bojmë gjithë, edhe tregtimin që jena në to, do me thonë, me fillu edhe më konë po atë anë që NFP-ja me vazhdu. Qyna në gold, që kjo është diçka që është bo komplet screen record, kur kena hi të jalon stop lossin të evoket, edhe ta shofmi qka po ndodh kur të na vjen NFP, edhe apo shkohet në atë që na po dëshirojnë. Tjetër që më ju kallëzu është që sot qërë një antari unë qëfar tregtime ka bo. Qërë është të kemi GBP USD në alt, edhe ka ordonën e poshtme. Qëtu e kemi pjesën e Euro USD, që e ka zonë, ordonën e poshtme, edhe qëtu e kemi golden. Qëtu e ka hup tregtimin e parë, e ka bo tjetën edhe shikoni ku e ka bo. Që tregtim i jemi edhe na, po na e kemi bo që tregtim, do me thonë qëtu, të që kjo arsio o konë 5 minuqi edhe e kena lonë stop lossin qëtu poshtë. Vden,
edhe veç se ka vazhdu në orën e poshtme që ju që tash gjithsesi keni me po dhe ende jemi në të. Rezultatet e këti që e ka bo këto, që ka rezultu? Që? Pse? Qëre? Tjetër. Qëre sa e ka pas, do me thonë akontin, ka pas humbje, që është mëse në regull, duke e pas një rrezikim të mjaftueshëm edhe me këto tregtime që e mbo krejt asot, do me thonë dikon që bjen bos numra për me kalu phase 1 me 10%, i bie që i ka zonë 6,810 rreth $17,000 për me kalu fazën, edhe njerë kuptomi, që i bie 17% qëti akontit. Me një dit, 17%. Edhe, do me thonë, automatikisht është kalu faza e parë. E përsërisim pjesën e realitetit. Këtu nuk do me thonë mos me pas humbje. Këtu fitimet duen me qenë matë maja dhe duhet me ndjek një sistem. Po që ky sistem është aq perfekt që kur të gabojmë na, tregtari. Se na jena njerëz, jena të gabushëm. Ata dektit ma e kanë kry. Tregtarët gjallë bën gabime, bën sen. 17% me një dit. Tregtime në EU, gjiu edhe gall. Të trijat berish. 17%. Realien sistematike. Jo kësi për dine që avë du me thonë. E tash, veç se po filloj me hynë live me bo një loj parashikimi për ato që e kemi pas, për NFP-n edhe ju e dëgjoni se... Shqipet e për gjatë, O, Leonard! Edhe ju e shikoni se që zhvim deri me një përfundim. Ti shikojna veç këtë lojët e analiza, ora është 2:15 që është duke u bo që kjo. Po jo, na nitesh a tha Ledioni ma erët ajo. Kalzoj Ledion. Se me kire i ndallit komorovsh. Po atë qapon pret një mu. Qapon pret një mu, jo po dy një vetash. Seg. Po më duket që një farë konfirmimi veç se e kemi marë. Okej, rikthemi në seriozitet pa. Po doket që te analiza sentimentale po na tregot një bindje ma madhe të shku të urrit për forcimin e dollarit, aspektin e përkohshëm gjithsesi. Kur forcohet dollari, EU edhe gjiu bjen. Vetëm një javë të fundit, do me thonë që është bo, kemi po një fuqi shumë atë madhe të që shumë shpejt kemi mësua disa e din, që janë pozitiv, edhe këtyne që janë short janë duke ra. Do me thonë është duke undru kaja që janë të u bo gjithë mire ma mirë shumë e ma shumë. E para, e dyta, analiza tjetër, pjesa fundamentale na tregon që posedot një shanse madhe që dhonat që vinë ma të mëdhaja, që i bie pozitive për dollarin, EU, GEO, Goldi, Sell. Përveç kësaj, rikthehemi te qartat. Këtu ku e kena pjesën e kombinimit të qartave. E kena Euro-USD, e kena dollarin, edhe e kena GBP-USD. E para, EU edhe GEO, kur shkojmë në daily time frame, e kanë një turtle soup edhe SMT me njëna tjetërën. Shihet që e Mërkuria nuk e ka marrë të hanën që na kena tregtuar dje. Po nuk e ka thyr ditën e martë, ndërsa dollari po. Okej, këtu kemi një turtle soup SMT midis periut të EU's edhe GEU's. E shohmi që po ashtu GBP-USD ka pas ditën e hanë, e martja ka qenë inside candle që i bie likuiditet më i madh. Është marrë në anën e sipër me likuiditeti, ku e pam edhe njënin për antarëve që e ka zonë dhe e ka vos tregtim shumë të mirë, edhe ka vazhdu çmimi në anën e poshtme duke na formu konfirmimin ton kryesor, që është për shembull edhe në një orë dhe diçka. Në GBP-USD pretendoj që high of the week është bo. Edhe dollar po ashtu na u ka ndodh e njëjta, është konfirmu në për time frame-a. Në Euro-USD, po njësoj, qëtu e kemi 4 orëshin, po pa tjetër. Tash, dëgjoni mirë.
esencat që ky lajm mu ka një fuqishëm në anë të distribution janë më të mëdha, probabiliteti është më i madh se sa me qenë lajm i manipulimit pastaj me vazhdu. NFP-ja shpesh herë këto kohë të fundit nuk na ka rezultu me ashtu qysh ndonjëherë bën. Po, duke pa qysh çmimi ka konsolidu, duke pa çfarë ka ndodhur prej ditës së hënë, kështu duke parë që jemi me një high time frame key level e kështu me radhë, pretendoj që me pas një lëvizje të madhe. Probabiliteti po na tregon që kjo pjesë është aq e madhe që mas konsolidimit na e dim që e kemi pjesën e expansion, edhe kjo është duke u prit. Kur shkojmë edhe te goldi shumë shpejt, para se kjo me ndodh, shikoni se çfarë ka ndodhur me goldin, që ju e dini më dikush e ka kry tregtin, e ka nal, dikush e ka zonë, dikush është në to halo. Edhe shohim se po ashtu ka bërë mitigate një high time frame key level, daily key level e kështu me radhë, kështu që është mëse e mundur kjo me bo. Goldin nuk ne ka dhënë konfirmimin, do me thonë më të mirë të mundshëm në time frame-at që na shohim, por na nuk i shohim i patenat, por gjithmonë logjikën. Lajmi pritet me ndodh edhe 9 minuta, edhe pretendohet që prej këto çmimi me vazhdu në anët e poshtme. A ka diçka që ju nuk e keni kuptu? A ka diçka, dikush me pyet diçka apo najse? Ky SMT me dollarin, nëse shkojmë, po duket që veç se po bëhet konfirmimi për pjesën e javës që vjen, edhe vazhdojmë tutje. Pra, pretendimi jon final është që dollari me fillu me u forcu, edhe prej sodit e javës që vjen, me pas një bearish price action pak më të madh. Në bazë të probabilitetit, ajo që po folim, ajo që ka ndodhur, e kështu me radhë, po na tregohet këtu që me vazhdu. Dini që konfirmimi më i mirë është koha. A ka dikush me pyet diçka? Këtë që kjo u bë analizë, do me thonë prej higher time frame, e kështu me radhë përsa përket ditës sodit, sepse e kena bë edhe më herët, brenda 7 deri 8 minuta për gjërat prej ndikimin më të madh ekonomik. Tash para mendoni. Që tash është ajo pjesa ku vjen freshi, momentumi anik ne, edhe pretendoj që me tash e tutje për shembull me pas një candlestick në 4 orë time frame. Candlestick pretendoj me pas një super big candlestick. Okej? Edhe me vazhdu tutje. Edhe 5 minuta kanë mitë prej lojmit. Ora është, do me thonë, ora është 2:25 qëra. Nëse ju e shihni kështu. Qëto unë pretendoj në bazë të seneve që kanë kena bo që hajat janë bo. Okej? Hajat, besoj ditës e kështu janë bo. Edhe 3 sekonda, 2, 1. Po, e dini ku keni ardha joa. Këshone shka është levizja, këshone shka është distribution candle. Kësho që fa NFP-e, jena 1 minut 63 pipa. A jeni tu e po? A jeni tu e po qka sistemi, qka është logika, qka është narrativa. O, mos vetë, bre. Sa herë dhe apet do me shkun të bëja Jo, be, bro. është që ka me dole është kejt me screen record, me sene, me ma transparencë, unë nuk e di ku e qoj më vëllo. Jemi në live market. Marketi është live.
Jemi live me ekipin, jemi gjithë shka ashtu që duhet. Qka tham? Ndodhi e njejta pra. U forcu dollari, shikoni. Prej forcimit të dollarit, të rëdhëzu me SMT funksionoj si gjithë. Euro, ra, shikoni qëfar ramje. Shikoni qëfar ramje është duke ndodhë. Mas konsolidimit kena expansion. GBP USD, po ashtu, mor super likuiditet. Shikoni qëfar ramje. Në kry faza. Që që thua, Valon? Faza e parë në kry. Let's go! Bravo! Urime. Urime, Valon, e më shumë. Urime. Shatë ka ndrite që që ka keshe pas ka. Këshore, veç këshone qëfar lëvizje është duke ndodhë. Shikone qëfar lëvizje është duke ndodhë. Qysh nuk bje njëri në dashnime këtë punë? Qysh mu konë ma transparent se kaq? A ka dikush që më tregon? Këshona në bini, këshona e mjë të të traktit fitus. Shuj, qëfar candlestick-i? Shikoje qëfar lëvizje. Pas konsolidimit, kena expansion. Valon, që e të traktit fituse. A peshini që ka bëhet këto? Që, tash ora 2:35. A peshini që ka bëhet këto? A dini që kjo është trishtim dhe kjo është e prekshme. A më falenderimi dhe kona tinal. Edhe me juve penali tash se më duhet më konë pak. Slesës më foli, kalën i mirë. Edhe që ta, pësheri, për i nati s'ka me ndreqë. Qëre. Edhe oni. Shë pot ju live, a pot ju live? Live e pot. Gjithmonë, se na nuk jena kur gjë. Pa në mundësuaj, nas jena sen. Qëre Valoni, qëre njoni për antorëve që në tha që e ka lej fazën, që 2:41, që. I erë, që. Ma herët s'kam du që këtë gjerim, për ndryshe, ja ka vli 1 milion herë dhe falenderit shumë për teje, se e mundu me shpirt edhe falenderit shumë. Falenderit. E vlerësoj shumë. Tash me ndru dhe emën këto vëlloj Albin Kurti me ndër. Për qa e ti e kjeti vetëm. Falë të po zote, shumë falimdarës për teje. Faleminderit edhe juve për besimin. Zemrën juk është të ka bo dhe zote, që ka më mërmenja me ftoj tjera të janë detaje, po si ke zemrën të ka bo dhe zote. Faleminderit shumë. E vlerësoj shumë. Po thot, në komorë me një përfundim që deri në IPU definitivisht s'kom dit as me lecu qardin, po ja ka vlejt ky sen. Zotit rujt ty, familjen, antartë, asistentat krejt. Amen bashkë me gjithë. Faleminderit shumë e vlerësoj shumë. Se në mëna që kanë ardhë sa në qëka do që të fajsh u që të prish, edhe se së më shmë gjithë fjallë në adekuatë për në përshku. Që unë jam shumë në ndërru dhe të edhe studi që do që të pulli veç edhe së një afru në aslo në qarë për në përjetu. Po ta shëtutje, përjetimi vërtet fillon ta shëtutje kada. Jo, la nuk zanë dhe, nuk në shmë shti fjallë në duke, që du të ka një ndërë dhe shumë, e shola së dhe i kiamet. Faleminderit shumë. Po na thot çdo fjalë është e tepër veç që Zoti ty familjen e krejt. Amen. Faleminderit shumë.
Te pjesa, aja ka vlejt me të rime, besoj që muna më thonë për këtë antarët e grupit që ja ka vlejt maksimum. Qa vëdu më thonë është që spjegimi u konë në ekstrem i mirë, se nështë e trektar mundën më bësh shumë, po edhe më ta spjegun që të njërë qysh na ke spjegu ti, o konë diçka që me kuptu tamen qysh duhet këtë lami. Për mu konë një eksperiencë tepër e mirë, këtë më konë, edhe me pas fatin më konë të jo, e jam falenderues të te edhe të zotit që ma ka mundësu më konë këtë, edhe ju uroj gjitha të mirat edhe veç suksese për ty edhe për këtë antar që e në këtë. Nuk edhe në vëdhëm nuk nashten qatë folio ma shumë veç ja hu për mama është në ekstrem mirë. Faleminderit shumë. Gjithë. Të një spejti e leo të mentora tjerë, të antartë, për gjithë faleminderit. Faleminderit shumë Balan. E vlerësoj shumë. Shpresoj që e ka vlejt edhe e ka thonë gjithçka ka qenë perfekt prej shpjegimit deri te sjellja te përkushtimi e gjithçka. Faleminderit veçanërisht ty Leo, se pak më shumë afërsi kum pas me ty, por gjithmonë respekt e falenderues për këtë stafin e IPU. Super djan. Faleminderit shumë. Fillim na ka thënë që si mozaiku ka me shku çdo send të u plotësu edhe ashtu ndoli. Faleminderit shumë, jemi me fat që kemi ardhur në IPU. Jemi me fat edhe ne që kemi persona si ju. Një më na thot gjithçka u kon perfekt për takimit të parë që me të vërtetë e kemi tregu veten gjithë prej Leos, Jonit dhe Leonardit. Çfarë njerëz jeni, po ashtu për tregtim s'kam çashtoj më shumë antar veç tregun nishat për këtë punë. Faleminderit shumë. Unë ju falenderoj gjithëve për një pjesëmarrje shumë të mirë, për një sjellje super adekuate, për një lloj familjarizmi që kena kriju së bashku. Do Zoti jeni mirë, me shnet, me familje, edhe jemi së bashku drejt interesave, po ashtu edhe qëllimeve tona. Faleminderit shumë për çdo fjalë, për çdo orë, kohë që keni dhënë së bashku me ne. Faleminderit për besimin edhe guximin që keni tregu për me ardhur këtu. Na kena ende shumë punë, po me këto vetëm se aspekti teknik përfundon. Tash ju metet juve me përsërit, ju metet juve me vazhdu, me bë pyetje, me formulu mënyrën më të mirë të mundshme, edhe me vazhdu përpara. Ju falenderit gjithëve, po që fat edhe tregtim të mbarë. Natën e mirë. Kur kam hyrë se kam besu se kam arrit në këtë pikë se me vazhdu me tregu historinë teme me trade, është e gjatë, po falenderimi shumë për këtë stafin IPU, veçanti Leon se jam kënë maj afëm, po falenderit që tash pas kam gjetë rrugën e dur me IPU. Është komenti i fundit që unë pelezoj për antarëve. Ku mi gjithë fjallë për me tregu mënyrën që shnina kur dëgjoj kësi fjallë. Jo une, krejt stafi, jo stafi, komplet kompania Impossible. Se na nuk jemi një grup me një Telegram ose Discord. Është kompani e cila funksionon në mënyrën më të mirë edhe profesionale që është e mundën me kushtet që na e posedojmë. Zotë faleminderit. Për ndryshe që ju me kuptu ma qartë edhe video të mja e ketë, shune një email që sa po më ka ardhë. Nuk është screen record kjo që është ora 11:08. Që kjo email, qëre, ka ardhë, nuk po du me ekspozu, që kjo email më ka ardhë prej një prop firme plus broker që si broker janë super të famshëm, ju keni mujt me trektun to, edhe janë pozicionum në Australi, edhe tash kam bo edhe prop firm, është hera e 4 që janë duke me lut për bashkëpunim për diçka. Që ka fillu mënyra që këta kanë shku. Hey Leo, që ku është? Hey Leo, how are you? We'd still love to work with you. Vesh që ka që përlezoj. We would still love to work with you. Na apet kishmi dash me punu me ty. Pse? Se i kemi refuzu. I kemi refuzu mënyrën që këta kanë dasht. Që kjo është e vërteta. E këtyne tjerve që sën presin me bo diçka për përfitimet veta personale, që lidhin sinjale, sene, grupe,
që 95% janë scam. A ka që funksionojnë? Po. 95% janë scam. E kë, herën e parafundit, që kë, bashkë është ai kryesori të më shku, herën e parafundit është që më ka shkru para se me shku Dubai, nuk ja kom kthy më mesazhin. Tash është hera e 4 që po më shkruan edhe një po lexo. Hey Leo, how are you? We still love to work with you and want to keep building the momentum we're currently generating in the market. Tu rrit, edhe po dojmë me mu rrit që me bo diçka kështu. Kjo nuk shka. Te na ju. Përshëndetje miq. Sot është dita tjetër, ditë e re, i 11-ja, a i 12-ja, nuk e di as vetë, që pe këshyrmi. Po më duket është i 12-i, po, është ora 12:40. Edhe, sot, që kena me bove lunës? Tash, ullën me ndru kerët. Seg, keme ndru ullën kerët. Do me shku me marrë jonëzën. Po, joj, pa shumë. Mora to në marojnë a kejt, zërohet. edhe që to janë pikat e herën i ditës, për sot masa ne, do më thonë, kena gjëm, prej gjymit kena kështu. Në gjymin atë shku si gjithë, po halone kena bo një sesion, ama besaj mrena javës kalume, o zotni bre, mrena javës kalume, do më thonë, mrena javës që vjen, besaj që kena me bo edhe një sesion. Kena me bo do sekuenca edhe në fitness. Përsa i përket tregtimit, jeni të e pa, këtë është që duhet mu konë, dita e sotit, djeu kone në FP-a, veç se tash ma i keni po që kena vo. Momentalisht, shamo NeuroUSD, le që kena zonë high of the day, le që kena zonë high of the week, po high of the month. Do me thonë, komplet shkurtin pjesën më të nalt, e kena tregtu. E për qatë arsye jemi të shku edhe pak me na shku, pak ma nalt, këta vazhdojmë bullish, na, e s'ka bit një kejt. Koha veç po ik, s'kena koka, paketa tu i bo, me na vetën thojna jo. Koha veç po ik, s'kena koka, me dekën tu i bo, se ka me vetën me to. Kom pe shopëm të trezek, ma minis ja ek, 20 dela telefonin shuk, me nuk buna jet, pare ti shpenzoj për një nat, nuk i moj lastik, tipi jo ka do me nzon. Deke Lujta Vibrën e pare bona pa dashje Dytën e posën qasje Tete për revolucion Nuk po një ma emocion Tikat mu kam bo me blot Shdo minut jeta o spot Halona jena on top Ku qohën bina me trop Me shkaj në si në top Që do një fërk Din në pishti Sege morëm. Një të cikëm që. Edhe na e bo. Jo me thy, mi që të rus lezëm. Që ju prish? Që? O. Mos tënc. Pjesa më e mirë e ditës. Për këto i kallë mi kejt i flakën në ashtë. Ja, po më vjetë kamerën. Edhe i kum lonë që aty të Olbi Mall. I thashëm në shkova për pak. Edhe pa na kthejna. Më bërtosim pak, po s'kan shkam bojnë se jam ma i vjetër edhe mirë është. Sot jemi me një ditë tre. Me një ditë të mirë, me një ditë të bukur, me një ditë të premte, të gjumo, ditën më të mirë që lind dielli, ditën më të mirë të javës, se kështu me radhë, shpresoj që kekin e të e pas një ditë sa më të mirë. Përndryshe dita që kena kalu dje, u konë diçka perfekte, u konë një ditë që jo që do me thonë kur takumi qështu me antare, kur të vjojmë tutje, kur të vazhdojmë, kur folim pak për këtë punë, është një prej ndjenja më të mira që mune me pas. Po, që ka ndodhë dje, përveç takime që kena pas, hajde t'ju tregoj. Këto janë pjesë e fitimeve të djeshme, por diçka që one du me potencu, është kjo. Qëtu e kemi EURUSD-n, qëtu ditën e djeshme, dita e ejte, qëtu e kemi GBP-USD-n, ditën e djeshme, ditën e ejte. Pjesën ma e nalt edhe ma e nalt. Shikoni pjesën e fitimeve që jënë bo këto ditën e djeshme. Prej këto, shikoj.
GBP USD. Pra pjesën më të lartë ditës djeshme. Që kjo qëta. Shikoj. Tjetra. Që ky person ka kalu fazë, është të prit payout, super payout 4 shifror. Tash, nejse. Që ky person, tregtimi nuk e dia i dyta i tretë në IPU, pas veç se fundit të pjesës së mentorimit këqëre. Do me thonë, që shka shu gjiu, ku ka dhonë konfirmim pjesën më të lartë të ditës së djeshme. Do thonë ka hyrë dikon qëtu. Nëse shkune në 4 orë, qërë, ka hyrë dikon qëtu, edhe ka vazhduar në poshtme. Personi tjetër, qëre, të njëjtën tregtim në gjiu, do me thonë qëtu naltë. Nëse shkojna që këtu e kena gjiu 5 minuta, nëse shkojna në 5 minuta qëtu, GBP USD, edhe ta shofmi është e njëjta. Shini, që kjo, ku e ka posë këtë tregtimi qëtu? Edhe që ky person e ka nxerr mentorimin që ka investu në vetën e vetë me që tregtimi i dytë në IPU. Edhe ky personi tjetër ka kërku payout prej këtij tregtimi. Ky tjetri, prapë në GBP USD, a përshini? Se për sot s'po foli, për sot që tregtimi i parë në IPU, i pari i qiti personi, tregtimi i parë në IPU, që po shkojmë tash, të certifikatat e antarëve, tregtimi i parë që ka lënë fazë. Me një trejt. Roni, legenda jonë, shikoj kjo që thash, do me thonë që ka kërku payout për tregtimit djeshëm, pshe? Kjo ka kalu fazën, po nejse kjo ku ka dit, kjo personi që thash, edhe ka kalu fazë, edhe është duke prit payout. Që ka ndodhë një sen shumë interesant, është se unë e dje kom pas telefonin me përqindje shumë të ullët të baterisë, edhe kom ditë që mu kam e mikë. A vedem, që kjo lëvizja kam e mikë, po dëgjoni që e kom thonë në grupit. A po, ora 3:52. Ku me shku ma transparencë e kaqë?